Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe ngjarjet më interesante. Big Brother VIP Albania pikërisht ditën e djeshme, kur natën e mbrëmshme startonte Big Brother VIP Kosova, në emisionin Shqipëria Live zbuloi një pjesë të vogël të shtëpisë së Big Brotherit, një derë që në fakt ishte e ngjashme me derën e Grande Fratello, aty ku do të futen të gjithë banorët brenda në shtëpi. Nëse Olsa Muhameti në Instagramin e saj krenoheshte që kishte arritur një sukses të jashtëzakonshëm me 1.1 milion klikime prime i parë i Big Brother VIP Kosovës, që do të thënë ka patur një audiencë të gjerë, të cilët kanë patur kurreshtje të madhe për ta shikuar dhe për t'i kuptuar kush janë banorët e kastit të radhës. Big Brother VIP Albania ditën e djeshme po hap zyrtarisht rrugtimin e sezonit më të ri, që në fakt kanë filluar të hamendësohen edhe datat se kur mund të jetë Big Brother VIP Albania. Tani unë dua të bëj t'u jap një mendimin tim dhe të bëjmë disa hamendësime të datave. Për shembull, pikpyetje e madhe është data 6 dhjetor, që mund të startoj Big Brother VIP Albania, që në fakt është shumë afër përfundimit muajit nëntor, jemi shumë afër me datën 6 dhjetor, edhe pse ne e dim që Big Brotheri, shtëpia akoma po punohet brenda, por siç duket banorët janë përzgjedhur të kastit të radhës. Më pas vije data 13 dhjetor, një mundësi për të startuar Big Brother VIP Albania. Data 20 dhjetor dhe data më e kapshme për publikun bazuar në datat e tjera të viteve të kaluara, që ka qenë data 24, data 25, data 20, data 27 dhjetor, data kur Big Brother VIP Albania do t'i hap dyert e shtëpisë më të famshme në vend. Do me thënë, dy reality show shumë të afërta me njëra tjetrën, dy reality show që mundohen që të kapin shikueshmërinë e publikut, që mundohen të kenë një luftë të madhe mes njëra tjetrës, siç duket Sara Hoxha, Ledion Liço dhe Lori Hoxha janë në prag të spektaklit më të madh. Tani unë e di dhe më duhet ta them publikisht që Big Brother VIP Albania do të jetë tjetër format, do të thënë do të jetë një cast i cili do të na afasionojë të gjithëve më shumë, është një seriozitet më i madh, është një produksion më i madh që punon aty, do të thënë një profesionalizëm më i madh në këtë drejtim. Por ajo që unë arrita të zbuloj në fakt me nga dera që e pash ku gazetarja jepte informacionet për Sidorela Gjonin, pash që kemi një imitim apo kemi një rrugtim të Grande Fratello. Do me thënë, pas vizitës që bëri Sara Hoxha vitin e kaluar në Grande Fratello, këtë vit siç duket do të kemi një imitim të Grande Fratello. Vitin e kaluar u tha që një nga banorët e shtëpisë së Big Brotherit do të thonte për në Itali, e cila dyshoshte që ishte Livia Brunga që do të thonte, por nuk ndodhi. Tani, lindën pyetja, këtë vit do të çojmë në Grande Fratello apo do të marrim nga Grande Fratello, pasi që ka një lidhshmëri shumë të afërt. E di që ka banor spektakolar. Do të thënë, zërat janë të përfolur lart edhe poshtë, ka komente të ndryshme, përfliten opinioniste që thuhet që do të jetë Egli Tako dhe Arbër Hajdari, por unë sot mund të ngre dyshime shumë të mëdha që Egli Tako mund të jetë moderatore në fan club Big Brother, pasi që Heidi Baci bëri një lëvizje shumë interesante pikërisht ditën e sotme, do me thënë mbetet për të parë, po punohet në shumë në Big Brother dhe unë them që këtë Egli Takon, falni, do ta kemi moderatore në fan club, Ledion Liçon do ta kemi moderator në Big Brother, Arbër Hajdarin do ta kemi opinioniste dhe Sara Gjordenin apo Angel Shkiren, dy personazhe që në fakt më së shumti komentohen për opinionisten tjetër të Big Brotherit, do ta kemi në studion e Prime-it, çdo Prime në televizionin e Top Channel-it. Do me thënë, Big Brother po punon me një intensitet shumë të madh për të tërhequr vëmendjen e publikut shqiptar, ndërsa tani mbetet pikpyetja, Mosvald Gjeneta Fetau do të jetë opinioniste në Talk Brother në Big Brother VIP Kosova apo do të jetë moderatore e këtij kasti? Dua të marr mendimin tuaj se si shikoni ju këto dy Big Brothera dhe se si e prisni Big Brother VIP Albania 5.